Islami dhe shkenca. Bismillahirrahmanirrahim. Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Lezo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriu prej një gjaku të ngjizur në mitrën e nënës. Lexo se Zoti yt është më bujari. Ai që mësoi njeriu të shkruajë me pend, i mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Surja Alaq, ajeti 1 deri në 5. Përpjekja për mirëqenie në këtë botë nxit njeriu që të njohë çdo gjë që ndodhet në gjithësi, në mënyrë që me të të shërbehet dhe ta shpreh falënderimin e tij ndaj krijuesit Allahut xhalla shanuhu. Wa laqad makanakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'isha qalilan ma tashkurun. Ne ju vendosëm në tokë dhe ju mundësuam mjete për të jetuar, e pak për jush po falenderoni. Surja Araf, ajeti 10 me radhë. Pastaj Allahu thot përsëri në një ajet tjetër kuranor: Kul siru fil ard fanzur kayfa kana aqibatu alladhina min qablikum kana aktharuhum mushrikin. Esni në për tokë dhe shikoni se si ishte përfundimi atyre që ishin më parë. Po ashtu Kurani nxit edhe në zbulime të reja. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina 'adhaban nar. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve të tokës, duke thënë: Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot. Surja Ali Imran, ajeti 191. Ajetet e para të shpalljes në të vërtetë janë vetëm urdhër për të lexuar, për të shkruar dhe për të mësuar. Kurani mëson njeriu që Allahut t'i drejtohet me këtë lutje. Wa qur rabbi zidni ilman. O Zoti im, ma shto diturinë. Surja Taha, ajeti 114. Pra Islami i kushton rëndësi mjaft e madhe kërkimeve shkencore, zgjerimit të diapazonit të diturisë tek njerëzit, që njerëzit të prekin pra fushat e zhvillimit në rritjen e mirëqenies tek njerëzit dhe pasjen e një jete më të përshtatshme dhe më të lehtë përmes metodave të kërkimit shkencor dhe zbulimeve më të reja. Andaj vazhdimisht Kurani bën thirrje që besimtari të jetë i lexueshëm, të jetë i ditur dhe pra të ecë përpara me zhvillim, edukim, shkencë.